Ik tas me gjemi, hajtë po si sa du. Po bëjmë me hajtë. Vezër, hajde një më të shpia, që ka kam i bërë, bjën t'ja ka jeni sakat, ma merë një me kom thime, ma qënë një men. Nuk bjën dhe jo, një dasha. Zbinë bashkim kurva. Hajde me zër. Bjeni 500 kugojna. Halin më, që të kunë. Kena halë më fort nësë ti. Burg, ose toki të parë të Vini me përfajsu, Mo halë kena na, tokin se me në ka të Ma një. numër me a bëjë shtu me fatë. Hajde për bojo. Shukaj ke më zef, merra që e men më zef. Merra me që e men më vë. E një, merra që e men më zemë. Merra që e men. Ose këtë të mbinë mu cigare men atje. Po bini përfajsu, Din të bërë në leq. Jojnë tokin tu. Por më marrëvesh, jo plan çkitje, kësaj dorë nga çkitja. Vjen punoj një të totën. I tash në avokati jonë, edhe njep një dokumentat atina dhe merë një vesh me ta. Kap një avokatin që një mrenë. Asho. Hajde ti përfajsusi jonë. Ha. Ju falenderojmë ju si mediave që sot keni ardhur në shtetin tonë. Ju falenderojmë shumë. Ju po e shihni vetë situatën si jashtë. Këtu situata shumë e rëndë, shumë e keqe për arsye sepse këtu kanë filluar zaptimi i pronave nga firmat Fantazëm, që ne i njohim si firmë, por është Fantazëm nga dokumentacioni, sepse dokumentacioni nuk e kanë të rregullt për arsye sepse leja që ka marrë me datën 16 janar nuk është zbardhur dhe nuk është shënuar në plotëtorin zyrtare, siç është parashikon ligji dhe kushtetuta që do të zbardhet në plotëtorin zyrtare. Kështu që na jena këtu sot, jena më shumë se dje, nesër do të jena më shumë se sot. Sot kena bloku rrugën, sot jemi paqësor, nesër nuk do të jemi paqësor, nesër do të jemi më të fortë se sot. Ne do të mlidhemi çdo ditë më shumë. Kemi njoftuar njerëzit, familjarët, të afërmit tonë, që ndodhen jashtë, të gjithë do të kthehen këtu për të mbrojtur tokën e tyre, familjen e tyre, prej këtyre horave, prej këtyre paveze. Unë do t'ju kisha thonë, ju si mediave, ju lutem, na nimoni, i lutem Spakut, me qenë se unë jam drejtu Spakut, për sa i përket kësaj çështje dhe ka që në mars që unë kam bë kallëzimin në Spak dhe deri më sot nuk kemi marrë asnjë lloj përgjigje se si është vepruar për hetimin dhe zbardhjen e falsifikimeve që janë bë për këtë pronë. Avukati ka thënë që ju jeni në drejtën tuaj, sepse e dim që jemi në drejtën tonë, por ligji thotë do presim kohën që e përcaktojmë. Ne çdo ditë na keni kështu, çdo ditë edhe më shumë do jemi dhe çdo ditë më agresiv do të jemi. Sot i kemi policin këtu, ta janë vllazët tonë, nuk kena punë me të, me asnjë kamion këtu, asnjë fadron këtu nuk do të punoj, sepse ashtu toka jonë. Nëse ka dëshirë zotëria në fjalë që është edhe kryetari i firmës ose shefi i firmës ose presidenti i kësaj firme të vinë këtu dhe të konsultohet me fshatarët që janë. Kemi pasur takime me të, por takimet kanë qenë pa rezultat për arsyeën sepse nuk ka pas një marrëveshje në lidhje me çmimin. Kaq. Direkt me bashkimin. Unë jo personalisht, por pjesëtar të tjerë, sepse nuk ka qenë ai niveli i duhur i çmimit që është parashikuar, sepse ai ka parashikuar me marrë këtu fal. Nuk e di. Ne kena lënë atë mundësinë tonë, domethënë vlerën e tregut që sot për sot është këtu që është 50.000 euro dylymi ose 50 euro metri katror, kurse ai nuk ka pranuar me forcë se jeni larg. Kaq. Nuk na ka dhënë një çmim që konsultona ose kemi një pazar me të. Po, pikërisht dje jam shoqëruar. Thjesht sepse këta doin që ne ta marrin, sot jena më shumë, nuk na kanë mundë na marr. Sot jena më shumë dhe dje ne kena pak, na kanë marrë që këta të vazhdojnë punimet dhe duke parë djeshmet me sonë, shihni rezultatin e punës se deri ku kanë shku. Gjatë natës, patjetër, ata vinë që ata gjithë natën punojnë, gjithë ditën punojnë, nuk e di këta me paken që janë shtet nuk punojnë kaq shumë. Ta punojnë si me kanë duritur më. Me kanë qenë servin. Se kuptoj pse kanë kaq vrull me punu këta. Se po ti ishe kanë shtet ai do kishte picu një cigare, ai s'pin cigare fare ai patromisti. I jep veç punë. Është edhe turp për ne, për moshën, ose vetëm mosha jonë ka me këtu, se këto më tri. Dhe mu vje keq vetëm për diçka. Jo për të drejtuesi. Jo për. Tash është një letër. Është qyshëm 30. Janë dokumentat nga
shteti shqiptar, mos të mendojnë se shteti filloi marrë me një parti apo një parti tjetër, ka filluar që shkon në turp. Që shkon në Ingli Majmunit mund t'ja quajmë. Por ne jemi autoktonë. Dhe çdo sipërfaqe, çdo gur që duket gur, u hajë se gur, e ka një pronar. Të shkruar me firmë, me vula, me të gjitha, me të sorovasën. Po që vjen ai, s'di gjë nga ashtu, një fantazën, thotë është ja ka marrë shtetit. Ndoshta ai ka drejt. Se shteti na ka qitë jashtë shtetit. Ne tha ju shkonin në Palestinë. Absolut harrojat punë, harrojat punë. Absolutisht më ardh paktën një përgjegjësi njësisë Lipojës, që është e votuar. Ai zoti Beci, që është administron gjithë këtë zonë. Duhet ta di. E ka arshivat atje. Se unë nga arshiva e Shkodrës e kam marrë, nuk e kam marrë në arshivin e babës tem. Shtetis, boll diktator ka qenë, ai, po i rujti në arshiv. Në atë arshiv i kam marrë, nuk i kam marrë në arshivin e as Tedi Ramës, as Sali Berishës, as Fatas Nanës, as Ramiz Alisi i hangër shpirti atje ku është mos gjithë rahat. Se s'do ishim sorogat ne me këta, po t'kishin dash ata. Po sorogatemi me letra, vinë këta bite nana, se këta kanë familje, kanë si punë, po burrat shtym po bunë. Po dhe gjithë punë ka drejt. Që të bëjmë në që? Ja si të punë. Shkoj të vrasëm vëllëm tim. 26 vjetë kam qenë punëdor i shtetit. 26 vjetë kam punu në uniformë me këta. Ka si njërë që në 3. Dhe, 26 vjetë. Dhe o duhet marrë me protestu të ashim me vëllezit e mi. Me ish kolegët e mi, me kolegët e mi. Kjo është turp. Turp. Se sa turp mund të ketë shteti ynë, që përballemi ne me vëllezit tanë, nuk e di. Ne janë të na kanë hysi gabi qartë si ujqit dhe për pasurit tonë, edhe ne jenë të ne si lepujt. Djeke na geni tonë protest, na kanë marrë nga që si specat në komisariat. Na jenë në tokë tonë, e s'po di më marrë vesh me gërgen. Me në ndërit mollit zëtë, që do të bëjmë? Në protesta. Deri pikën e punit, në fund punit, mos arena dy dur të mi kryan, ta shtu më marrë mu të më qumë në komisariat. Në shpi teme, në tokë teme, unë veç kru kam po. Unë s'di qa me thonë tjetër. Edhe këta, keni fja respekt edhe për neve, si kur ti në rrejmë portat, na të bëna policë, ta të bëna protestus, gjithë se kur du të menet në vetë vetë. Se na të gjërë nuk jena, të regull jena, edhe me letra jena ne. Se sa kena punu jashtë shtetit, i lekti kena që në Shkodër. Për është do vit, sa herë vishtën, vesi me marë në plashë, në Lipoj, i lekti që ka që në Shkodër. Kurse të është, njëllan jena mes rrugës, se këtë letra, ka hyaj, kërëmi, hajduti, se prejnë bërmësh, e në kënis pol, ka të fillu me vrave dhe njëni tjetërit. Po, i to e prapë, pisli që janë. Ato ka shte jona, nuk ka shte ati zotnisë një fare.